Komuna e Tuzit, vetëm 5 kilometër nga dogana, ishte ndalesa jonë e radhës, ku qëndruam në qendrën e saj duke eksploruar hapësirat kryesore të qytetit dhe sheshin Gjergj Kastriot Skënderbeu, i cili qëndroi krenar duke mbartur historinë e shqiptarëve. Në komunën Tuzë ne njohëm më nga afër jetën në këtë qytet, një shembull i bashkëjetesës mes shqiptarëve, malajzezëve, serbëve dhe bosnjakëve. Pas pamjeve nga qendra e kësaj qytete, udhëtimi vijoi drejt fshatit Milesh. Pikërisht në qendër të këtij fshati ndodhet busti i Bac Kurtit Gjokajve, një figurë legjendare e historisë së vitit 1912, i cili kundërshtoi ndarjen e territoreve shqiptare. Sot ai qëndron krenar në vendlinjen e tij, duke lënë gjurmë të pashlyeshme në historinë e kësaj komune. Kamera e televizionit Apollon sjell këto pamje të veçanta nga një komunë dhe një qytet fqinje, ku komunitetet të ndryshme jetojnë së bashku në harmoni, një qytet i vogël në përmasa, por i madh në vlera njerëzore dhe historike. Tradita dhe kultura ndërthurë në çdo rrugicë e familje të kësaj zone, mikpritja e banorëve e bën çdo vizitor të ndihet si në shtëpinë e vet, një shembull i gjallë se bashkëjetesa është pasuri dhe forcë për të ardhmen.